Një lëvizje papritur në rrjetet sociale ka mjaftuar për të ndezur menjëherë thashethemet se marrëdhënia me Selin dhe këngëtarit Gjesti mund të jetë në krizë. Ndjekësit me sy të mpret kanë vënë re se dyshja nuk ndiqen më në Instagram. Një detaj që ka ngritur shumë pikpyetje mbi raportin e tyre. Ky veprim ka habitur publikun, sidomos duke ditur se partneri i Selin, Gimbo, njihet prej vitesh si një nga miqtë më të afërt të Gjestit. Gjatë kohës kur Selin dhe Gimbo ishin pjesë e Big Brother, Gjesti fillimisht nuk ishte as pak dakord me lidhjen e tyre. Madje, ai publikoi edhe një Instastory ku ironizonte Selin, në një periudhë kur ajo komentoi shumë në rrjet për raportin me Gimbon. Megjithatë, pas përfundimit të spektaklit, Gjesti duket se ndryshoi qëndrim, duke i mbështetur publikisht dhe duke treguar se ndjenjat mes çiftit ishin të sinqerta. Tani mbetet për të parë çfarë ka ndodhur realisht mes tyre, dhe nëse heqja e followit është thjesht një keqkuptim momental apo shenjë e një përplasje më të thellë që mund të ndikojë edhe në miqësinë mes Gjestit dhe Gimbos.